Ka vende ku historia nuk lexohet më njëherë me sy, por zbulohet përmes heshtjes në raftet e plurosura të arkivave, aty ku koha ka ruajtur të vërteta që presin të interpretohen. Dy nga burimet më të rëndësishme dokumentare për historinë e shqiptarëve janë Arkivi Osman në Stamboll dhe Arkiva Shtetërore të Turqisë në Ankara. Në këto arkiva ruhen mijëra dokumente që flasin për fajtin e trojeve shqiptare ndër shekuj, për administrimin Osman, për politika shtetërore, por mbi të gjitha për dëbimet dhe shpërnguljet masive të shqiptarëve drejt Turqisë. Aty gjenden urdhra, raporte, regjistra administrativ, regjistra vakëfesh dhe të dhëna institucionale që dëshmojnë se shpërngulja nuk ishte thjesht lëvizje popullsie, por rezultati i vendimeve politike të hartuara dhe të zbatuara nga struktura shtetërore. Ulëmtimet e fundit në këto arkiva nga arkivisti Jusuf Osmani kanë nxjerrë në dritë mbi 13.000 dokumente digjitale të panjohura më parë që plotësojnë bëshllëqe të mëdha në historiografinë tonë dhe na ndihmojnë të kuptojmë më qartë rrugtimin e muhaxhirëve shqiptar në Anadol. Unë si arkivist në ulëmtimet e mia fokusohem dokumente arkivore, por si ndihmës i shërbejmë edhe me rrëfime të protagonistëve, të pasardhësve të familjeve që janë shpërngulur në Turqi. Kësaj radhe isha në Arkivin Osman në Stamboll, Arkivin e përgjithshëm, Drejtorisë përgjithshme të arkivave të Turqisë në Ankara dhe Arkivin e Vakfeve me një kolege, një studiuse të mirëfillt Refike Subçevsi, dhe kemi gjetur shumë dokumente për të kaluarën historike të Kosovës, për periudhave të më të hershme e deri në vitet e 70-ta, ku jemi fokusuar rreth shpërnguljes. Arkivat janë burimet pashtershme. Pa arkiva nuk ka histori, pa dokumente nuk ka histori. Andaj në këtë drejtim unë jam duke punuar për shpërnguljen e shqiptarëve në Turqi, duke filluar prej Pashallukut të Beogradit në vitin 1804 këndej. Studimet e mia janë fokusuara në shqiptarët e Sanxhakut Nishit, të dëbuar në dimrin e vitit 1877-78. Pjesa dërmuese e asaj popullate, si quhet muhaxhire, janë në Turqi. Disa kanë shkuar drejt në atë kohë për në Turqi, e disa janë vendosur në Kosovë, Maqedoninë, Lugin, Preshevës, por me okupimin e Kosovës të Maqedonisë në vitin 1912, një pjesë dërmuese e tyre është shpërngulur në Turqi. Unë kam gjetur hulumtime me dokumente shumëta gjatë hulumtimeve arkivore për shumë familje që është shpërngulur. Kam gjetur regjistrat i quajnë goçmen, ata i quajnë, të refugjatëve, muhaxhirëve që janë regjistru me fotografi, me shënime personale për çdo antar të familjes. Tu janë në Ankara, një pjesë madhe e kam botu në këtë librat e mia, sidomos këtë librin e fundit, Pronat e shqiptarëve në Sanxhakun e Nishit. Janë dy vëllime. Përveç hulumtimeve në arkivin e Ankaras, në Arkivin Osman ka me mira, mos thon me miliona dokumente për të kaluarën historike të popullit shqiptar, por edhe treva tjera. Duhet kohë, duhet punë ekipore të organizuar edhe persona që njohin gjuhën osmanishten, sepse ata duhet të deshifrohen dhe të botohen, se është një punë e mundelshme. Por unë nëpërmjet profesorit Ilyas Rexha dhe zonjës Refike, dokumentet e hulumtura, ato që më interesojnë, po i përkthej dhe disa i kam botuar. Tapit e pronave për Sanxhakun e Nishit përbën një nga dëshmitë më të rëndësishme dokumentare për historinë e dëbimit të shqiptarëve nga këto treva.
Ato nuk janë vetëm akte pronësie, por dokumente juridike që dëshmojnë praninë shekullore të shqiptarëve, strukturën e pronësisë së tokës dhe pasurisë, si dhe ndërprerjen e dhunshme të kësaj vazhdimësie pas shpërnguljeve të detyruara. Është aktuale edhe pronat e muhajgjerëve. Muhajgjerët rreth 250.000 janë dëbuar nga Sanxhaku i Nishit, Kazate, Urkubit, Prokuplës, Kurshumlisë, Vranjes, Sharkojit, Pirotit, Leskovcit dhe tërë pasurinë e tundshme dhe patundshme ju kanë mbetur atje. Asnjëherë nuk është kompenzuar. Dhe ekzistojnë dokumentet tapite pronave të atyre banorëve, tërë tapite pronave të vilajetit Kosovës, duke përfshirë dhe Sanxhakun e Nishit. Unë kur isha përgjegjës në arkiv, pata arrit që t'i silli ato tapi rreth 1.500.000 tapi për tërë Sanxhakun e Nishit që mund t'i shfrytëzojnë studiuesit nga aspektin juridik, historik, por mund t'ju shërbejnë edhe për gjenealogjitë familjes. Ato dokumente në arkiv ekziston indeksi i tyre që mund të letë të shfrytëzohen. Vakëfet janë prona të dhuruara për qëllime fetare, arsimore dhe shoqërore, të cilat sipas sistemit osman nuk mund të shiten apo tjetërsohen. Pas dëbimeve masive të shqiptarëve, vakëfet u konfiskuan ose u zhdukën nga administrata e re, duke i bërë këto dokumente një dëshmi të fuqishme historike dhe juridike për autoktoninë e shqiptarëve dhe për humbjen e dhunshme të pronës në Sanxhakun e Nishit. Unë në arkivin e vakfeve këtë të fundit, vizitën e fundit, ulumtim të fundit, kam vërtet kemi sjellë edhe disa vakufname për trevën e Sanxhakut Nishit, por edhe të Kosovës. Sojnë me rëndësi ato janë pronat, janë objektet që kanë ndërtu dabëmërsit. Pak është studiu kjo temë. Prandaj jemi duke përgatitur një libër për vakfet në Sanxhakun e Nishit. Dokumentet arkivore dëshmojnë se shpërngulja e shqiptarëve drejt Turqisë nuk është fenomen i vonë, i shekullit 19 dhe 20, por një proces që ka filluar shumë më herët, qysh në shekullin 15, që nga periudha konsolidimit të pushtetit osman në Ballkan, shqiptarët të shumt u zhvendosen ndaj qendrave të perandorisë osmane, si pjesë e administratës, ushtrisë, zejtarisë, apo edhe për arsye ekonomike dhe politike. Është shumë interesant, është shumë dokumenta, por duhet bërë përzgjedhjen e tyre. Unë rreth deri tash e kam përgatitur rreth 2000 faqe tekst që do të botohen 4 vëllime. Vëllimi i parë do të ketë shpërnguljen e shqiptarëve nga trevat e Ballkanit, atëherë quhet një kopë marrët i liria, prej periudhat më të hershme e deri në vitet e 60-ta. Është interesant se nuk kanë shpërngulur shqiptarët vetëm pas vitit 1877-78, por shumë më herët në një dokument e gjeta të 1468 është themelu vendbanimi afër Stambollit Arnavutkej. Shqiptarët kanë shku si për të punu dokumente se shumë shqiptarë kanë shërbyer në hamamet e Stambollit. Kanë shku për arsye ekonomike, mandej kanë shku edhe në shkollim në arsye tregtare, fetare, por janë dërguar edhe në formën në mënyrën e internimit. Ka bërë dokumentet më të hershme që klasin për shpërnguljen e shqiptarëve në Turqi? Shekulli 15. Prej shekullit 15 unë kam gjetë dokumente që flasin për këto edhe shkrime që kanë bërë studiuesit turq. Mandej libri i dytë
Pjesa e dytë është vendosi në Turqi. Ku janë vendosën, cilat treva janë përqendruar shqiptarët. Gati nuk ka territor të Turqisë që s'ka pasur shqiptarë. Unë kam shkuar në viset edhe më të larta, është një vend banim Kilis në kufi me Sirin, Tokatin, Izmirin, Bursën, Samsunin, pjesa Dermuse janë në Bafra, 17 vend banime shqiptare. Kam shkuar në për familje, kam marrë rrëfime, se dokumentet më orientonin ku të gjej dhe ku të shkoj dhe çka të marrë shënime. Dokumentet dhe dëshmitë tregojnë se shqiptarët e shpërngulur janë vendosur pothuajse në të gjitha trevat e Turqisë, nga Stambolli e Ankaraja deri në Anadollin e thellë. Janë ato rrëfime që se është gjenerata e tretë, e katërt, ata disa dhe kanë harru gjuhën shqipe, por kanë shumë në vendet enklavat ku jetojnë në fshatra, sidomos në fshatra ku janë koncentruar pjesa Dermuse, si është fshati Kapiazi të Niksari, nën lagj të gjithë e flisnin gjuhën shqipe. Organizonin lojna gjatë verës, lojna takimet i qushin piknik ku të bojqin të gjithë shqiptarët e viseve që në shpërngull, por edhe mosafir dhe zhvilleshin lojna popullore, muzikë shqipe. Është shumë, unë e kom përjetuat në vërtet, si kurse t'ishe në Kosovë, me adete, me zakone, me të gjitha i kanë rujtë, ndoshta edhe ma mirë se na, se në disa treva, ose në Qervetepe është ofër Hadones, po ashtu është vend banim plotësisht i zvanuar me shqiptarë. Edhe pse me kalimin e brezave, shumë prej pasardhësve mund të kenë humbur ose harruar gjuhën shqipe, identiteti shqiptar nuk është shuar. Kam shku një vend banim Vajvali, gjeta shqiptarë që janë shku me ushtrinë Osmane në vitin 1878, drejt atje. Dhe mos flasë edhe për tjerat dhe më rrëfime prej pasardhësve tyre. Pse janë shpërngull? Kryesisht 95% thot për arsyena politike, dhunës, terrorit që kanë posë. Për arsit e tyre janë detyruar të shpërnguljen. Dhe thotë vujtjet gjatë udhimit. Disa kanë shku edhe me qerre deri në Stamboll, disa me tren deri në Selanik, pastaj me anije, vujtjet me anije, deri në 3 muaj kanë udhtu. Vdekjet, smundjet që ju kanë ra, pastaj atje vendosjen, deri sa në stabilizu. Por të gjitha këtu i kam shënur dhe në një vepër të veçantë do t'i botoj. Përveç dokumenteve arkivore që kam hulumtu, ma herët edhe në arkivat e Ballkanit, të Londrës kam qenë, Vienës, dhe janë dokumente që i plotësojnë ato dokumentet osmane. Se dokumentet të plotësohen prej ordine nga disa burime, për arsye se mund të ekzistojë edhe në një subjektivizëm. Rrëfimet e pasardhësve të shqiptarëve të shpërngulur tregojnë për një rrugtim të gjatë dhe të dhimbshëm drejt Stambollit, ku shumë familje përjetuan vuajtje të mëdha dhe humbje të papërshkrueshme. Gjatë udhëtimit, njerëzit humben të afërmit e tyre, u sëmurën, u përballen me uri, mungesë trajimi e kushte të vështira të udhëtimit. Përshtypja më së vështirë edhe që më kanë lanë, më kanë impresu dhe më kanë, mos thëmë, kam përjetue si kurse po ndodhë sot rrëfimet e familjarëve. Thotë, si ka ra fëmija në det kësaj nonës, si ka përjetua jo.
në nije të shku për Stambol. Ose rastin ka vdek vajza 9 vjeçare. Ka vdek përse mungesa ushqimit, kushtjet higjienike në nije të vështira edhe nona e mbulon nuk tregon që i ka vdek vajza, por ishte interesant peshkaqenet po hetojshin që ka do një kufum dhe rreth anis jon sill. Ka ardhur kapiteni anis dhe ka thonë dikush ka vdek se kom shenja prej peshkaqelve. Atëherë nona nuk tregon, por e zbulojnë dhe ja marrin prej durve hedhin deti. Ajo tash e përshkruan se si ka qenë e bukur flokët e mëdha derisa e kapen peshkaqent i mbeten ato flokë mbi ujë. Ose një familje është nis prej 15 antarësh. Kam rri vetëm një djalë. Fjala është për në Damask, ku më shumë, në për Turqin Damask. Përshkruhet ajo se gjatë rrugës smundjet, sidomos malaria dhe kanë psu në Damask më rri nona me djalë, por edhe nona kishte vdek. Ai djalë mbetet rrugëve. Aty për fati arrinte lagja shqiptarëve. Dhe një shef i flet arabisht, i flet turqisht, djali nuk din, ka qenë 8 vjeçar. Edhe i flet shqip, ku i përgjigjet e i tregon, e merra në shtëpi, edhe i ndihmona në disa punë, kërkon që të shkollohet djali, ka qenë shumë inteligjent, i dhimbet edhe shkon në shkollë, vjen në shkollën, po një ndër nxënësit më të mirë në shkollë. Një fëqi tjetër kur të rritet ja jap vajzën, i lindin 2 djelt, njëri shkrimtar e tjetri inxhinier. Vujtjet përshkruan prej nisjes nga Kosova, 15 antar kam rrit vetëm ai djali. Në një fshat 1913 një shpërkull, ka pjazi, fillon lufta e dytë botërore, e parë botërore dhe imobilizoi shqiptarët. Në fshat 76 dri shkojnë në front, i thujnë Sarakamish në Erzehum, vend në luftë me Rusin dhe nga të ftohtit, nga lufta psojnë, vriten 70, vetëm 6 shpëtojnë. Tash e tregojnë rastin e Zekës, që e kanë burgos dhe kanë qenë në Rusi. Kur kthehet mas disa viteve, zakonisht janë martu ato dvejat për me pas një mbrojtje. Dhe kur vjen ky thot, nëse u martu shoqja, nuk do të lajmërohem. Dhe shkon para derës e gjen një djalë që e kishte lënë, po nuk e njeh sa ishte rrit. E pyeti ku nja jetët jam i Zekës. Ku o Zeka? Është vrarë në luftë. Thot po nonën ku e ke? Nona në shtëpi. Atëherë në shtëpi i përshkruajnë ato momente shumë të dhimbshme, jo vetëm këti, por edhe tjerat, kontaktet e shqiptarëve me Ataturkun në Ajdin, ose shqiptarët në luftën e Çanakkales, në luftën me Greqinë, që kanë qenë një ndër luftarët më të dalluar dhe kanë kontribuar shumë për shtetin Osman. Po flas edhe më herët si Sadriazem, por edhe si shkrimtar, luftëtar, krijues, oficer sidomos. Të gjitha këto rrëfime i kam shënu dhe për çdo ngjarje për këto i kam të shënuar në libër, që do të jetë shumë me interes për studius, sidomos rrëfimet. Për herë të parë një libër i tij do të botohet.
Shqiptarët e shpërngulur në Turqi nuk u integruan vetëm në jetën civile, por disa prej tyre shërbyen edhe si ushtar në ngjarje të rëndësishme historike të Perandorisë Osmane, si në betejën e Çanakkales dhe jo vetëm. Kanë pru ligje, sepse binë përveç vende ku do të vendosen, sidomos në vendet ku sa më të largëta, në pjesë dërmuese kanë qunë në El Azz, atje në kufim me kurdët, në kushte katastrofike klimatike. Në shumë kanë pësu. Kanë qenë detyruar në periudhën mes dy luftave me shkue, sepse pushteti turk thot në dokumente në një vendbanim nuk guxon të vendosen ma shumë se 10% të popullatës shqiptare ose popullatës bosnjake, por i kanë shpërnda, sepse qëllimi ka qenë sa ma let të integrohen, mos të asimilohen, dhe janë shpërnda në viset të ndryshme Perandorisë Osmane. Dhe kushtet, dikun ju kanë dhënë toka, shtëpia të grekëve që janë shpërngul, por ka që s'ka pas asgjë, thot në bursa i kemi ndërtu, baba jon i ka marru qërpiq dhe kemi ndërtu një shtëpis të vogël prej balte. E kam edhe fotografin që e kam gjetë. Dhe më thonë, për me punu, kanë shkue të punojnë në përfshatra, tërë familja të ndonjë pasunik atje që ka pas pasuri, se në ledjen e pamukut, duhonit, e tjerë, për me siguru eksistencën. Mirë po, pushteti janë pritë mirë, thëtë në dokumentin, nuk pushteti ka pritë mirë, edhe është mundu të përkrap, por aq shumë janë shpërngul nga Kosovas, ma vonë nga Qemeria, nga Bullgaria, Qerkezistani, aq shumë sa që ka qenë e pamundur të dillit gjithë vendim. Por shqiptarët thot janë shumë punëtori, janë të sinqertë, po flas dokumente, por janë edhe i natësorë, i natin e kanë shqiptarë. Edhe kanë punu shumë dhe sot kanë arrit të krijojnë një bazë të mirë materiale që ja kanë lakmit të tjerë. Një kapitull i veçantë i historisë së shpërnguljes së shqiptarëve është vendosja e tyre në Turqi. Pas udhëtimit të gjatë dhe të dhimbshëm, shqiptarët u vendosën në qytete të ndryshme, si Stambolli, Ankaraja, Bursa, Izmiri e tjerë. Disa turq që kam pas kontakte, sepse unë i falenderoj bashkëpunëtorët e mi në Turqi, Qemil Bytyqi që më ka shoqënu, doktor Bilgin Sfarqa, Çelik, edhe i më ka shoqërue në Kahadona është një tjetër s'po më kujtohet emri, edhe ai më kanë ndihmu. Evrenkoja është, Evrenkoja. Se du shkon atje kot nëse nuk para pregaditesh, me pregadit çka po don, ku po do me shku, edhe me gjithë informatorët që kanë informata, që din jo veç për me shku, sa për të shku. Por nëpërmjet këtyre kom arrit me gjetë ata persona që mund të më jepin informata. Kom shku edhe për adete, zakonet e tyne, pëngë që i këndojnë, që i kanë gratë e moshuara, i këndojnë që i gjuhën Shqipe, kur ka shku dhondre ose kur ka ardhë numësja se kanë këndu. Mura pjesën një darsum, në një darsum në Kajseri, vitin e kaluar. Femra i shnusja ishte shqiptare, ai dhondri turk. Edhe për habitimin kur ka hy nusja me dhondër me kong Shqipe. Kong Shqipe, u përqëll me kong Shqipe. Do me thonë, edhe pse ka qenë ai turk, e kanë kongën Shqipe e kanë këndoshin edhe në kohë kong Shqipe,
Sot lind pyetja, sa shqiptar jetojnë aktualisht në Turqi, pas shekujve të shpërnguljeve dhe integrimit në shoqërinë turke. Megjithëse shifrat zyrtare ndryshojnë dhe shumë prej tyre janë asimiluar gjuhësisht, vlerësimet flasin për miliona. Pastaj, unë nuk se si ishë interesant atje po i dhurojshin shumë të folura, edhe të hudha, edhe këto, unë i kisha marrë plisat me Shqipone dhe i adhurova nusës, dhe ishte shumë moment kur la përshtypje, so që u qumë kom, aplauz dhe pëtëshin, dhe smort kush është kë, tregoj që në kardi profesor. Dhe më thonë, respektin ashtë të madh e kanë ndaj neve. Na duhet me afru se kem 7 milion shqiptarë në Turqi. Ata janë të interesuar të bashkëpunojnë, të gjejnë të afërmit, sepse ka kalon një kohë gjatë. Nëpërmjet dokumenteve, unë pa arri që shumë familjeve t'ju tregoj se kuj kanë të afërmit e tyre. Kom pas raste kanë ardhur prej Sinopit në Vafra me mpyt kuj na familja Bojra, ta jem të Stogut, tash jo nuk jeni të Stogut, jeni të Kaçanikut, muhagjer prej Bajrës të Skovësit, të ardhën në Kaçanik dhe aty jeni familje muhagjire, ose një familje tjetër i Voja, mendon të që është vendbanimi i Voj të Kaçaniku, ashtu i Voja është në Sanxhak Nishit, dhe i kom afru shumë familjet, edhe janë të interesum ta marrin edhe në shtetsin, edhe të na vizitojmë, por edhe të vizitojmë. Me këto mira dokumentet të zbuluara në arkivin Osman në Istanbul dhe në arkiva shtetërore të Turqisë, a mjaftojnë për të kuptuar gjithë dramën dhe dimensionin e shpërnguljes që ka prekur brezat të tërë, apo ka ende boshllëqe që presin zbulim dhe interpretim të mëtejshëm nga studiuesit? Arkivat janë të pashtershëm. Ka aq shumë dokumente për shpërngulje, për vendosje, për jetën e shqiptarëve. Është pak një vështirësi sepse janë regjistruar si turq ose si musliman, por unë në bazë të mbiemra, se shumë i kanë rujt mbiemrat e vendbanimeve Sanxhak Nishit, kam arrit. Për shembull në një vendbanim ai më tha jom Ozbej mbiemrin, pash po di që këta Prebes jom, Prebes, Dragosh, Bërbatovc, gjitha ata emrat që sot janë në Kosovë. Nëpërmjet tyre kam arrit që të zbuloj nga kanë origjinën dhe ku janë vendos dhe kur janë vendos. Ka që nuk di, veç tot prej Nishit, tot Nishit, Prishtinës, Shkupit, a nuk e din që janë fshatra, cila e fshatra. Unë ju ndihmoj, ja kom gjetë edhe nga kur kanë ardhur, sepse kom u lumtu edhe në Kosovë për vendbanimet, edhe kam pas para njohuri për to dhe tash e plotësova me dokumente, por edhe gjatë vizitave. Duhet punojnë në ekipe, thash edhe më herët. Ekipe shkojmë jo vetëm për shpërngulje, por gjitha veprimtarit, gjitha aspektet e jetës të shqiptarëve të studiohen, të ndriçohen, sepse është me interes tonë që ata shqiptarë të afrojmë sa ma shumë, se atje ka ma shumë se në Kosovë, Maqedonia, Shqipëri, zbashku. 7 milion nuk jenë pak. Dokumentet arkivore në arkivin Osman në Istanbul dhe në arkivat shtetërore të Turqisë kanë hapur një dritare të re mbi historinë e shpërnguljes së shqiptarëve. Ato dëshmojnë se shpërngulja ishte proces i gjatë, i dhimbshëm dhe thellësisht politik, që ka lënë pasojë të mëdha njerëzore dhe historike.